Unë jam Jonida Sela, kam studuar në Akademinë e Arteve, kam lindur në Tiranë, kam studuar aktrim, më tej kam doktoruar në degën etnologji folklor në temën e riteve dhe për një viti jam rikthyer si pedagoge në Akademinë e Arteve. Më parë kam punuar si specialiste e folklorit, duke mbrojtur çështjet e trashëgimisë kulturore jo materiale dhe të kulturës. Nuk kam folur ndonjëherë në sheshe, kam folur në konferenca, në auditore. Në sheshe kam qenë vetëm për të mbështetur lëvizjen bashkë me kauzat e drejta që kanë ngritur, duke denoncuar gjithmonë pa drejtësinë kundrejt qytetarëve të ndershëm. Aktivizmi disa vjeçar i lëvizjes bashkë ka qenë gjithmonë në mbështetje të interesave të qytetarëve, të atyre që bëjnë punë të vështira, të atyre që vdesin në kantieret edhe në minierat e kullat e oligarkisë, të atyre që punojnë në të zezë, të atyre që u pritet dita e punës. Njëherë një biznesmen më tha, punëtorët nuk janë më si më parë, punëtorët kanë filluar të kërkojnë të drejtat e tyre, kanë filluar të kërkojnë paga më të larta, kanë filluar të kërkojnë të paguajnë orët shtesë. Dhe aty e kuptova se aktivizmi i lëvizjes bashkë kishte filluar të jepte një ndikim në popullsi. Kishte filluar të ndërgjegjësonte njerëzit se trajtimi i burimeve njerëzore nuk duhet parë si shfrytëzim. Burimet njerëzore duhet të jenë element për të trajtuar ashtu siç duhet, sepse nëse trajtohen ashtu siç duhet dhe nuk shfrytëzohen, atëherë edhe punëdhënësit do të jenë më të kënaqur nga puna e tyre. Meqense vi nga bota e kulturës, e kam detyrim të denoncoj disa raste shumë të rënda që po i ndodhin kulturës në këto momente. Për disa muajsh nuk kemi më një Ministri Kulture. Ministria e Kulturës është aty midis ekonomisë dhe inovacionit. Kjo gjë ka lënë arres statusin e artistëve i cili është i munguar, i cili përdoret gjithmonë si kartë nga politikanët që të ndërgjegjësojë artistët, por në gjithë këto vite nuk është dhënë asnjëherë e drejta. Kontratat e artistëve funksionojnë si kontrata administrate. Artistët duhet paraqiten në punë në orën 8 të mëngjesit dhe të largohen në orën 4:30, ndërkohë që i duhet të bëjë një shfaqje të enjte, të premte, të shtunë, të diel. Dhe sa herë që drejtori ka dëshirë, arrin që të kërcënojë me këto orare që nuk zbatohen, edhe të ketë nënhyqëm gjithë trupat e artistëve që punojnë për shtetin në Shqipëri. Një problematik tjetër është edhe çështja e trajtimit të artizanëve, e cila duke qenë në Ministrinë e Kulturës edhe duke qenë në këtë drejtë që është katandisur, harrohet gjithmonë. Sot nuk është vetëm një maj në fakt. Sipas kalendarit të katolikëve, sot është edhe dita e Shën Jozef Punëtorit, i cili ishte zrugtar. Dhe kjo do të na bëjë që të cilim në vëmendje punën e vyer që bëjnë artizanët tanë, të cilët ruajnë zeje që i trashëgojmë ndër shekuj. Ka artizanë në Shqipëri që mund të jenë të vetmit që e trashëgojnë atë zeje dhe mund të jetë një zeje në zhdukje. Ndërkohë që gjithmonë më shumë ngrem zërin për të regjistruar pasuritë tona në UNESCO, harrojmë se zejtarët tanë, artizanët, janë në vdekje. Lëvizja bashkë në programin e saj paraqit një organizim të artizanëve. Duke parashikuar mos trajtimin e tyre, ata që janë aktiv punojnë si biznesmen. Punojnë nëpërmjet një nipti duke pasur një dyqan. Lëvizja bashkë parashikon që këta të grumbullohen në ambientet përbashkëta ku të mos paguajnë qëra, por të jenë duke zhvilluar gjithmonë prodhimin e tyre, duke trashëguar atë dhe duke i dhënë mundësi shtetit që ta digitalizojë në mënyrë që të rinjt kenë një mundësi dhe të dinë se si zhvillohet kjo zeje, duke ruajtur këtë dhe duke zhvilluar vazhdimisht workshope dhe laboratore, ndoshta duke përfshirë këtu turistët edhe ata që janë të interesuar. Kauzat dhe çështjet dhe problemet e kulturës nuk mbarojnë asnjëherë. Unë po ndalem me kaq, duke theksuar se ajo që më bëri të bashkohem lëvizjes bashkë ishte pasioni i pareshtur edhe guximi për të thënë gjithmonë të vërtetën. Ju ftoj që të bëheni pjesë e lëvizjes bashkë sepse e reja po lind.